Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko dhe si gjithmonë për te kamerave kena producentin ton, Elvisin. Sande për ju të dashur shikues, kena të ftuar në studio një vajzë shqiptare të komunitetit Michiganit, një regjizore, Brikena Hoxhalli. Mirë se erdhe dhe faleminderit që keni pranuar ftesën në Oda Podcast. Faleminderit ju, faleminderit Mark, faleminderit Manjola, faleminderit Elvis, shumë kënaqësi të jem pjesë e juaj sot. Dhe faleminderit që na prisni me dashuri në odën tuaj, në odën e shqiptarëve, do thoja. Faleminderit edhe nga ana ime, se na i kuzani. S'kemi ba prova për sot, por mirë se erdhe në Oda Podcast, kënaqësi të kenë një vajzë me një karrierë kaq të bukur, kaq të larmishme. Shikuesit ta në fakt do surprizohen që kjo vajzë kaq e brisht e vogël që duket, po ka një karrierë aq të madhe sa me të vërtet nuk kisha fatin të njihja më përpara. O njëjtëm jemi njoft në rrjetet sociale, po personalisht domethënë sot u pam për herë të parë, por me të vërtet surprizat kanë qenë shumë të këndshme, edhe mezi që presim të zbulojmë njëna mas tjetrës. Shpresoj që mami im ta shikoj këtë moment kur ti the brisht, edhe jam e bindur që do ketë një reagim shumë epik pas kësaj. Je domethënë e di si ato gotat e kristalit që ke frikë mos të theje, kur i lang shumë me kujdes, ashtu dukesh edhe ti domethënë që duhet shumë kujdes, por rëndësi ka se si është thelbi, dhe thelbin është shumë i fortë me rrajnë të forta. Brikena, mirë se erdhe edhe një herë, edhe kush është Brikena? Kush është Brikena? Nasa pyetje bukur. Më ktheve pas në kohë kur unë isha autore dhe regjizore e një programi në televizion, ku e kam nisur karrierën time në televizion, që quhej Unë Jam. Edhe pikërisht për këtë ja kam vendosur emrin Unë Jam, sepse çdo njeri që kisha të ftuar fillonte me këtë përgjigje Unë Jam. Unë jam Brikena Hoxhalli, e lindur edhe e rritur në Korçë, me një fëmijëri do thoya shumë të bukur. Edhe preferoj ta nis nga aty se ajo është zanafilla e thelbit të qenit një njeri. Familja ime ka qenë shumë e lumtur, shumë e bukur. Jam rritur në një familje relativisht të madhe, me shumë dashuri, dhe këtë nuk lesh se e thëni, sepse kam qenë fëmija i vogël i familjes time, dhe jam përkëdhelur. Atë desha me ta të vegjit gjithmonë janë të lastuar. Shumë e lastuar, po jo në sensin që e lastuar të kesh çdo gjë që ti do, por e lastuar me shumë dashuri. Kam qenë vllai i vogël i vllait tim të madh, që ai më mbante gjatë gjithë kohës me vete. Kam qenë ajo motra që i rrëmbeja rrobat motrës, po kur s'më thuaj asnjë gjë, dhe për mamin dhe për babin unë isha fëmija që kisha gjithmonë të drejtë, edhe kishte ligj, vazhdon të jetë njësoj edhe sot, edhe pse jemi larg. Sa motra vëllezër? Kam një motrë edhe një vlla. Edhe jam shumë e lumtur që kam marrë pafundësisht, shumë se si kam parë UPK. Po e di që jam aty me ata dhe ata janë këtu me mua. Brikena, kja arta shivon, je një brezit të fundit, mundë në me thanë, sepse sa vite ke, 4 vjet? 4 vite. Dhe më thanë, brezi 5 vjeçarit të fundit, ose brezi Covidit, që kanë ulltu mas Covidit. Si të duk të vish, se kja artë në një periull pak delikate, sepse nuk ishte... As nuk është në fakt, se si ishte për para Covidit, shumë gjana ka ndryshu, por të vish tamam filmas në 2022 kur keni ardhur? 2022, 15 janar 2022, që unë atë natë nuk e harroj gjithë jetën, që do doja që atë hapin që hodha në avion atë natë mos ta kisha bërë. Pse? Për itës së vërtetës. Shiko Manjolun, vija nga Shqipëria. Dhe me një karrierë relativisht të gjatë dhe të pasur për moshën që unë kisha kur erdha këtu. Dhe kisha praktikisht të gjitha atje. Kisha familjen, kisha punën e ëndrave të mia, kisha karrierën, kisha shoqërinë, njerëzit, rutinën time të përditshme, edhe dashurinë e kisha në Amerikë. Dhe ajo ishte arsyeja ime e fortë e madhe që më bëri ta lija gjithçka për të ndërtuar atë familjen time të vogël, sepse unë kam ardhur shtatzan në Amerikë. Në muajin e 9 të shtatzanisë për më tepër. Po, dhe ka qenë, sot që e mendoj, ka qenë budallëku më i madh që kam bërë në jetë. Po për dashurin bëhen budallëqe. Po, prandaj quhet dashuri. Ndryshe nuk do quhej ashtu. Po.
Por kur e mendoj them nuk do kisha riskuar aq shumë. Të mendosh si është procesi lindjes dhe të tjerat më pas nuk do ta kisha marrë më si risk, por në ato momente e bëra. Dhe unë kam marrë në 15 janar në Amerikë, kam shkuar në datë 18 në spital për të lindur djalin. Wow, 3 ditë. Po, bravo që të pas ka pështu zoti s'ke lind kur i toj në aeroplan. Po, atë po diskutonin pak më parë edhe me Markon. Unë mendoj që çdo njeri ka të sfidën e vet të madhe në jetë. Domethënë këdo që të pyesim nga ne, këdo të pyesim atje jashtë, gjithsecili ka një peng të madh, një hall të madh, një sfidë të madhe dhe për mua mendoj sfida ime më e madhe ka qenë Amerika. Fëmiria ime ka qenë aq e lumtur dhe aq e bukur sa unë mendoj që Bikena deri 25 vjeç ka qenë njeriu më i lumtur dhe pa halle në planet dhe pastaj ira ajo sfida e madhe që ishte Amerika, që akoma jemi në proces duke e kaluar. Je para në fakt, ndoshta nga që edhe ke kohën më të shkurtër, edhe e konsideron Amerikën sfidën më të madhe. Unë jam një ndër ato që them Amerika është vendi më i mirë në botë. Pa heqë atë dheut vendit tonë. Domethënë ajo është vendi jonë edhe sa t'jetë jeta do jetë numër 1. Atje kam edhe unë kujtimet më të bukura, unë Marko gjithë kujtimet më të bukura janë fëmijërisë, sidomos kujtimet e fëmijërisë nifen në çato moshe që t'jesh, gjithmonë kthehesh në ato vite sepse normalisht të paktën për shumicën e njerëzve duhet të jenë vitet më të bukura. Ja. Por ti thush që të vish në Amerikë ishte sfida. Pse ishte sfid? Qa ndryshoj, qa bani sfid? Qa ndryshoj prej... Po, e vërtet ke pas një karrierë edhe të sjell dashuria, por ky është vend prap mundësish. Pse sfid? Sfid, sepse unë ika nga Shqipëria fëmijë dhe arrita në Amerikë nën. Sfida ime filloi atje. Domethënë, brenda një jave, literalisht një jave, mua më ndryshoi jeta në 360 gradë. Domethënë, përveç se unë duhet të përshtatesha me një ambient totalisht të ri, që unë jam e bindur që një pjesë masive e emigrantëve kudo që të shkojnë nëpër botë, jo vetëm në Amerikë, po sidomos në Amerikë, ju duhet një kohë gjatë relativisht të përshtaten me ambientin, sistemin, mënyrën si funksionon jeta këtu, gjuhën, kulturën e re, çdo gjë të re që gjen. Për këdo është e vështirë, përshtatja në çdo lloj rrethane. Imagjino që duhet të përshtatesh me veten atë parë. Dhe unë s'po njihja veten sepse ishte mëmësia që lindni brenda meje. Që unë kur e kujtoj veten para fëmijëve, para se të bëhesha nën, shpeshherë nuk më përputhet me Brikenën sot që jam nën edhe shumë e përgjeshme, shumë e matur në shumë gjëra të mia. Kështu që këtu filloi sfida. Pastaj ishte edhe sfida të jetoje me njerëz të rinj, me familje të re. Vendi çdo gjë ishte e re për mua dhe mua më desh kohë relativisht shumë e gjatë dhe ishte sfiduese si për mua dhe për partnerin tim në atë kohë. Prandaj është sfidë. Bregena, unë të kuptoj për faktin që jo vetëm që ke 4 vite në Amerikë, por çdo emigrant që e lën vendin e vet, ashtu si e the, kur shkon në një vend huj, është sfidë. Sepse sikur të kesh një jetë komode në vendin tënde, apo një jetë me vështirësi, është çdo gjë e vështirë kur e nis nga fillimi në një vend tjetër. Të pas parasysh se gjuha, rrugët, ligjet, sistemi, njerëzit që të rrethojnë, është çdo gjë e re, është sikur të rilindesh edhe një herë, por rilind në një moshë 20 vjeçare ose 20 e sa vjeçare. Dhe është këtë e kuptuar bile, unë arri me thënë edhe kësë unë i bëj thirrje shpeshherë njerëzve në Shqipëni, apo në vendet ku jetojnë shqiptarë në troje tona, shumica edhe më kritikojnë shpeshherë në komente, më thonë, po pse nuk kthehesh në Shqipëni? Ku e në mend tjerëve kthehesh në Shqipëni? Unë vazhdoj edhe i bëj thirrje rinisë shqiptare, ju lutem shumë, mos ikni prej Shqipënisë, mos ikni prej vendlinjes, pavarësisht me gjithë vështirësitë që ka vendlinja jonë, vendi jonë, mundeni me jetu edhe në vendinje, sepse emigracioni është shumë i vështirë. Emigracioni është një plagë që e theksoj edhe një herë, është një plagë që ka Shqipënia të këta 30 vite, është një hemoragji që rrjall në për trupin e Shqipënisë edhe kërkush nuk e merr guximin me myll. E kjo është një fatkeqësi kombëtare. Do bëheshim hipokrit nëse ne do thoshim që Shqipëria është një vend kaq i bukur për të jetuar, kaq i mirë për të jetuar, i ka të gjitha. Jo, sepse unë e para
që unë e dua shumë Shqipëri, që unë akoma ëndrat i shikoj në Shqipëri me sinqeritetin më të madh. Akoma ka ditë që dua të zgjoj me dëshirën për të çuar në shtëpinë time në Shqipëri, por unë kam qenë e para që kur isha shtatzan me fëmijën tim të parë, shkoja në Greqi që bëja vizitat. Unë kam qenë e para që në momentin e parë që do më jepej mundësia të shkoja diku jashtë të bëja një specializim apo një diçka më tepër për tu përmbushur unë nga ana ime intelektuale. Domethënë çdo gjë ne e gjenim zgjidhjen diku tjetër sepse e kishim mundësinë, Po të gjithë kanë atë mundësi. Jo të gjithë kanë atë mundësi. Por nga ana tjetër them shiko, edhe këtu në Amerikë, se unë këtu kam bërë relativisht çdo lloj pune për të paguar faturat fund muajit, për të rritur fëmijët e mi, dhe në Shqipëri pse nuk e bëjmë këtë gjë ne? Pse është ai kompleksi të punosh kamarier në Shqipëri? Pse është ai kompleksi të bësh 2-3 punë në Shqipëri? Se mua më duket, ose është çështje perceptimesh kjo, po mua më duket sikur në Shqipëri ti ke gjithë kohën e botës. Ti çohesh në mëngjes, ke kohë të bësh dush, të bësh mëngjesin, të prish kafen, të bësh punë të shtëpisë, të shkosh në punë, të bësh pazaret, të kthehesh në shtëpi, e ke ditën plot me angazhime dhe i bën të gjitha brenda 24 orësh, sidomos në periudhën që unë kam jetuar në Korçë, që është qytet shumë i vogël, kisha kohën të bëja të gjitha. Kurse këtu në Amerikë unë një ditë të shkoj të bëj pazar në një market, mua më iku gjithë dita dhe në fund të ditës s'ka bërë asnjë gjë. Kështu që është çështje perceptimesh. Shqipëria është e bukur. Shqipëria është e bukur. Korça, domethënë shumë e bukur. Shumë. Nuk kam qenë, i kam rënë anash kur i thon. Por se kam qenë në Pogrades në fakt edhe po udhtonim, por më ka të penje ose do shkoj. Të mirë presi. Faleminderit. Edhe por e përshkruve aq bukur në shumë pak fjalë, por prapë the Amerika, qa punësh ke ardhë nga një karrierë e mirëfillt, nga një punë që ke pas kohë gjithë ditën t'i bësh të gjitha, tek që fillon ditën edhe duhet me thanë se cilën do bësh sot. Se s'ke kohë t'i bësh të gjitha. Këtu. E drejtë. Cila është puna e parë që bane, edhe ne me të vërtet ndoshta atë punë unë se di se cila është, ndoshta në Shqipëri s'do e banje. Ku është ajo diferenca? Që pse e bëra këto? Po. Okej. Puna e parë që unë bëra këtu ishte prindërimi një herë, mëmësia, që ishte 24 orë 24 dhe pa një orë pushimi ndërmjet, dhe fëmijët e mi kanë një diferencë prej 13 muajsh nga njëri tjetri, kështu që sfida ishte e 2 fisht. Dhe sfida ishte 3 fisht në momentin që mua më desh ta bëja këtë gjë vetëm, si një non-single. Dhe puna e parë që unë bëra në Amerikë ka qenë puna me pastrime. Dhe ka qenë një grua nga Malësia që po. Dhe pse? Sepse më duhet të paguaja fatura dhe më duhet të ushqeja fëmijët e mi. Dhe e thash pak më parë që një nga këshillat që unë kam dëgjuar këtu në Amerikë, nga të parat fare, ka qenë mos rri me shqiptar. Dhe më vinte pikërisht nga shqiptarët kjo si këshill. Edhe ndërkohë sot unë e mendoj e kthej kohën pas, edhe nëse unë në momentet e mia më të vështira këtu në Amerikë, nuk do kisha këtë komunitet shqiptarësh që janë, këto gratë e Michiganit që më kanë mbështetur, atë Joli Papariston që ka mobilizuar këto gratë e Michiganit, unë nuk e di ku do isha sot. Sepse ka shumë momente njeriu që merr forcë patjetër se ka fëmijë. Po. Dhe ajo vetëm e qara e atyre fëmijëve të bën të çohesh. Po ka dhe momente që është gati të dorëzohet. Që thotë, jam shumë e lodhur, nuk mundem ta bëj më. Nuk mundem më, jam lodhur duke qenë e fortë kaq gjatë. Dhe ka momente që tërhiqesh, friksohesh, dhe thua nuk ja dal dot. Pastaj prap çajin ata fëmijë dhe thua jo, do t'ja dal se nuk kam zgjidhje tjetër dhe po ja dal. Përveç pastrimeve, që pas ka qenë puna e parë, ti nuk e ke lanë mas dorët edhe artin. Jo, nuk e kam lënë të them të drejtën, dhe është prap komuniteti shqiptar që mua më është dha dorën. Më dha dorën sepse unë u gjenda në komunitetin shqiptar, si televizioni i shqiptarëve të Amerikës, ku tehet rastësisht unë në një festival shqiptar këtu, kur thjesht kisha dëshirën të çoja fëmijët e mi për të parë kulturën shqiptare, se ashtu ma do zemra mua,
takoj një kolegun tim të vjetër dhe ashtu lindi kontakti me televizionin, ku unë u bëra me njëherë pjesë e stafit të tyre si gazetare. Një punë që unë e kam bërë relativisht për një kohë shumë të gjatë në Shqipëri. Vazhdoj të bëj edhe kamarieren. Ndërkohë, domethënë mund të bëj 2 edhe 3 punë sot, në ditë caktuara sigurisht, por që më duhet ta bëj sepse e dim pse. E dim pse. Brikena, unë kisha qef për para se të him të bëjmë disa pyetje, të shpjegosh edhe për publikun karrierën tonë, pavarësisht se ti je e re, edhe s'ke pas një karrierë shumë gjatë, po brenda moshës që ke një karrierë shumë gjatë, ju keni kryer për regjizore, por keni bërë edhe disa punë të tjera në Shqipëri. A ka mundësi për publikun, se mendoj se publiku është interesuar herës herë për këtë bim këtu në studion tonë, paka shumë për historinë e tyre. Unë e kam nisur karrierën time nga një audicion. Isha akoma studente në Akademinë e Arteve dhe bëj një audicion të Teatri Metropol për një rol. Dhe unë shkoj në audicion, e fitoj audicionin dhe për mua ka qenë ëndër e për realitet, duke qenë se Teatri Metropol ishte një nga ato qendrat e kulturës që hipnin ikona në skenë, hipte Robert Ndrenika, hipte Rozana Gnosti, emra pafund të mëdhenj, dhe për mua ishte privilegj të punoja me kast aktorësh të mrekullueshëm, që nostalgjinë kam të pafundme për ta, dhe më merrmalli, shpesh më merrmalli, dhe ishte tamam ajo familja Metropol. E nisa atje si aktore teatri, kam bërë dublime të filmave vizatimor, që sot nuk di të them me emër specifik këtë apo atë, por e di që e kam bërë si punë për t'u paguar, megjithëse më jepte një satisfaksion të papar, më jepte kënaqësi të jashtëzakonshme. E them, më zgjonte edhe atë fëmijën brenda vetes që unë edhe pse jam 30 vjeç sot akoma nuk e kam humbur, mendoj. Dhe kap veten shpesh që flas me fëmijët e mi dhe unë jam 3 vjeç edhe 4 vjeç njësoj sa janë ata. Më pas, kur rikthehem në Korçë, unë filloj, madje kam trokitur me vedije të plotë edhe me siguri të plotë që shiko se kjo nuk është mjaftueshëm për mua, po unë dua të bëj diçka tjetër, dua të jem, ndoshta jo pjesë e ekranit, se nuk e kisha parë ndonjëherë perspektivën për të qenë pjesë e ekranit para kamerave. Ndoshta pas edhe mundet, po para jo. Dhe ka qenë drejtori i televizionit që më ka pritur krah hapur, që tha, okay, ja ku ke studion, idet e tua silli këtu, dhe për një sezon të gjatë unë kam bërë një emision që quhej Unë jam, që të rinj të talentuar të qytetit të Korçës, të qarkut të Korçës vinin, promovonin veten, tregonin vlerat, mesazhet ishin gjithmonë sublime dhe pozitive për gjithë publikun. Dhe pastaj unë e gjeta veten pjesë e lajmeve. Një nga terrenet, do thoja, më të vështira që unë e kam gjetur veten, por që më ka stërvitur jashtëzakonisht shumë. Me situata, me njerëz, që ty të duhej për hir të punës të ulesh edhe me nivelin ndoshta më të ulët të shoqërisë, po edhe me atë nivelin më të lartë të shoqërisë. Edhe kujtoj një shprehje të Zysh Rozi Kostanit, zysha e mjeshtrisë të aktorit, që thoshte gjithmonë, ti nuk mund të jesh një artist i madh, një aktor i madh, nëse nuk je një njeri. Dhe jam shumë e lumtur, Mark, që sot, mbas gjithë atyre viteve eksperiencë që unë pata në televizion si gazetare, nuk e humba njerëzillëkun. Do më thëmë përveç se, unë nuk e njoh gazetarin, unë nuk mund t'i them do të vete sot me plot gojë unë jam gazetare, pavarësisht se titullit të ngjitet nga pas, por nuk mund t'a them dot. Unë etikën e gazetarisë e kam mësuar për gjatë rrugës, më kam mësuar praktika dhe edhe terrenit të bëhem gazetare. Por ndonjëherë nuk kam qenë aq gazetare mirë, mendoj. Pse? Sepse, për shembull, ka pasur shumë raste, viktimat e tërmetnit ndoshta, ose raste aksidentesh, raste vrasjesh, që ty të duhet të intervistosh familjarët, të afërmit, edhe më zhdukur të shinjërëzore që ti të shkosh edhe të intervistosh dhimbjen e tjetrit. Mos ta respektosh në atë ditë. Media atë punë ka. Domethënë është detyra e tyre që të jetë transparent me publikun dhe këtë gjë ta përcjell atij, por unë nuk kam dashur që kjo gjë të më shkel atë njerëzoren time, dhe ndoshta ajo kryeredaktoria ime, që unë e përshëndes sot, mund të më ketë bërtitur, ose bëj. Dhe nuk e kam bërë. Dhe sot jam e lumtur që se kam bërë.
Sepse ke majt ato parimet tuja. Po. I ke besu edhe i ke majtë. Kjo tregon atë në fakt të karakterin e njeriut. Jo çdo njeri duhet të ulet ose t'i shkelin karakteret që që ajo të bën ty. Drejt. Në the që ki bë emitime kështu fëmijë të vegjël. Zërat e fëmijëve të vegjël. Po, ka qenë unë mendoj që kjo është e lindur disi, nuk mendoj që mësohet gjatë rrugës, pavarësisht se ne në shkollë bënim diksionin. Jo, nuk të pyete as si ndolli. Si ndolli, nuk të pyete. Manjola tani se unë nuk e bëj atë nga që unë jam e vogël, unë jam 5 vjeç, edhe unë nuk e bëj të zërin ashtu sepse e harova. Po. Ka pasur edhe disa karaktere të tjera që ndonjëherë unë haroja të bëja të parin apo të dytin. Për shembull ka qenë një Pinoku, ka gjëra të mira që duken të këqija dhe gjëra të këqija që duken të mira. Baba Carlo ne ka ngrënë një balen. Një balen. Ka qenë këto që unë edhe i imitoja kur i dëgjoja në televizion, po edhe i kam praktikuar gjatë periudhës që punova që ka qenë për një periudhë relativisht të shkurtër. Nuk e bëra për shumë gjatë. Po është e bukur. Por pas ke pas talent. Është e bukur. Mos e kryen shkollën edhe arteve, bash pjesë Bash pjesë. Mendoj që kur je në fushën e artit, mundesh me bë tana ka pak se si theti nuk je gazetare, por e ke bë gazeterin. Pse diploma nuk është gazetari. Nuk i qenë imituese, po e ke bë atë se imitim është ajo zëri, domethënë që nuk është i joti. Po, s'është i. Edhe pra kur je artist, s'ke ka shkon pa i bate tana ka pak. Por është edhe ajo tjetra që artistin e bën njëri, që e tregove vetë prap nuk i kish kel parimet e tuja, se në çka ki besu. Edhe këtë gjë nuk e kam vetëm në anën profesionale, unë mendoj që e besoj të paktën, nuk e di si thon njerëzit që më njohin mua nga afër, po unë jam e bindur që këtë gjë unë e kam edhe në jetë. E kam shumë të rëndësishme që kur vetë të vë kokën jashtë në darkë, ta kem atë ndërgjegjen aq të pastër, dhe e di që s'kam cënuar njeri, dhe e di që si kam rënë kujt në qafë, edhe e di që mund të fleshet. Brikena, në fakt, përpara se të vazhdoj, du me thanë që je në të ka shumë, por të pakte në komunitetin tonë, mund të them lirshëm, je ndër të paktat në komunitetin se ne kemi shikuesa kudo në përbot, por që na ke dhënë një suport që në ditën e parë. Edhe e maj mend, domethënë disa emra të mesin në memorie, edhe pse tash nuk kemi takuar, nuk kemi pa asnjëherë, por emri jot është në të parët që na kanë dhënë suportin të podcastit ton këtu në Michigan, se ndoshta nga një herë suporti të vjen nga njerëzit që nuk i njeh, jo nga ato që i njeh. E di pse e kam bërë? Sepse nuk ishit klishe, nuk ishte një gjë që unë e shikoja kudo, nuk ishit postura që të rinit kështu drejt edhe keni një të ftuar edhe hajde bëjmë sikur po ishit aq të lirshëm në gjërat që thonë. Madje unë mund ta kem edhe komentuar këtë gjë. Aq familjare kjo biseda, aq e ngrohtë, aq e dashur, vinte aq natyrshëm dhe rrithte dhe nuk të duhet ti jesh as gazetar profesionist për të qenë kështu. Për çej Marko më shumë se Manjola. Ajo ishte kryesorja, po nuk doja ta thoja kaq hapur. Kam qenë nga shumë Manjola, Në gjë Markun e kam kështu që pam prej të zot me i bë kompliment kujt tjetër, veç aman Markun ma ki kujdes. Po të bëjmë komplimente si çdo njeri. Marrësh. Por të kthena pak të jeta në Shqipëri, sepse jeta në Shqipëri për mua është shumë e rëndësishme, pak rëndësi ka sa vite ke që i largu për Shqipërinë. Unë kam 30 vite edhe prep historitë dhe kujtimet në Shqipëri janë më të rëndësishme të jetës time. Përveç regjisorit dhe aktores dhe gazetares në Shqipëri, që janë tërë profesione të zorshme, po dhe të bukura. Po. Se njëri i bën vetëm me pasion dhe me talent plus shkollës, qa është një pasion tjetër, unë e di, po për publikun që keti, që mundesh me mendoj që edhe publiku këtu në Michigan e ka parë që unë shkruaj poezi patjetër. Librin tim të parë e kam botuar në vitin 2013, mos gaboj.
ishte libri tecësh në jetë, është një botim me poezi, Që qenë relativisht shumë e re. shumë e re. Shumë e re dhe mund të them Anjol që poezia 18 vjeçë, sa vjeçë ke qenë? 15. Oh, 14, falë se ta 15. shtohet bura. Kupton? Jo. Dëgjoj. Kam qenë shumë e vogël, por poezia ime e preferuar vazhdon të jetë nga ai libër. Mund ta ndash me ne? Patjetër, edhe dua ta them në parantezë, gjyshja ime tregonte një histori të paraardhësve të saj që emigronin pas luftës së parë botërore, të dytë, Mirë, të dytë botërore, dhe është e bazuar pra në një histori të vërtetë. familjare. Po. Dhe sot më shumë se kur mua më dhëm kjo poezi, se sot e di qa është ti jesh emigrant. Mund ta them edhe këtë që unë me këtë poezi kam fituar Akademinë e Arteve. Bravo. Po. Bravo. Edhe e kam augurin tim më të mirë, ndoshta them. Dhe sot unë e them, ore, unë e kam shkruar këtë, jo se është në një gjë e jashtëzakonshme, po thjesht ndjesia që lësht. Frymëzimi. Tash ma ke përqeth trupin pa fillu këtë thjesht dhe 1 ka lidhje me migrantin, 2 histori e vërtet, 3 ke fitu shkollën, lista shkoka shumë e gjatë, edhe 4 është se po ndan këtu te studia jon, te koda jon, një histori të vërtet, edhe një histori që është shumë e shtrenjtë për ty. Mendoj që shumë prej publiku ndoshta ta marrë edhe si revolt këtë, por kjo është, unë e ndjej edhe këtu. Quhet emigrant nathe, për shkak se ne ndjemi të huajdati edhe këto. Robëruar, coptuar, mallin që me gjak e shuat. Emigrant në vendin tuaj, vendalinë dhe të huaj dhe në fund të errësirës gjetët rrugën e së mirës ndaj u shtyt, u pështyt, fjalë hitur ju kam mbyt. E pranuat me kontratë që tu trasin të pafat, tu mashtrojnë, tu përdorin, tu dëbojnë edhe tu shporin. Pangopur. Mashtruat ndjenjat edhe shpresat shuat se e pat me sy tjetër, amanetin e lat në letër. Shërbëtor të këtë tjerë, lata dheu, në të mjerë dhe tani si të huaj po aroni gjuhën tuaj. U feni dhe drita e hënës. Luaj t'i foshnja në bark të nënës, vendin tuaj e më huat, varin nënës ja haruat, nga lakmia pa të merin. Humbët gjuhën, humbët nderin. Ku qeshët për erë të parë? Ku quajtët shqiptar, ku derdhe të parin lot? Frikacaket të pazot. Se haruat dashurin. Uria ju shtoj lakmin, drite huaj po ju pret guri rënd në vend të vesë se mësuat regull, urdër, loti nënës në vesh të shurdër se zilia ju kam byt. Nënës, kusht jam buloj syt? Të mbaj hapur synë e djath, të fit djali emigrant. Kthe e djali na dhe, plasi zemra nga i qari. Një dordhe edhe një kurvari. Dërvareza ecën edhe zemra i therë. Emri i nënës i kthëndur në mermer. Shpirti i mbushur nga marazi tha, më falë nënë edhe. Plasi. Nëna nuk foli, por mermeri unë zë. Edhe shpirti i djalit në paqe u pre. E rambi nënën djaliri linte dhe vdish në vend të tij në këtë tokë, në këtë dhe. Emigrant, nathe. Bravo. Me të vërtet ishte shumë prekse dhe tash e kuptoj pse ke fitu vendin në shkollë. Për një mosh aq të rejs kur e ke shkruajt, bravo e malle në fakt, sepse ta shkruash sot është e kuptueshme, ta shkruash në atë mosh me kaq pasion, me kaq dashuri, me kaq vërtetësi brenda, bravo gjyshës tanë në fakt, sepse është ajo që të ka frymëzu edhe e ka shpreh me aq shumë të vërtetë dhe dashni për të dyja në fakt, për dhimbjen që emigranti ka lanë edhe len, edhe për atë nanën e shkrej që gjithmonë pret. Edhe kjo është bravo. Me të vërtet më ke prek, sepse si unë të them gjdo nan dhe gjdo emigrant e nën edhe e din kuptimin e vërtet të kësaj poezie. Aq shumë
sa herë që mami, babi nuk e ngrejnë telefonin me zilën e parë, mua diçka më dhëm këtu brenda se them çfarë ka ndodhur. Ashtu njësoj edhe ajo. Edhe pastaj them, sa që tregon, aq të tregoj. Sa fakt i vërtet, edhe i trisht, sepse ndoshta me kthy në një shaka që thojnë edhe na gënjejnë, edhe i gënjejmë. Por e bajmë të gjithë të mbrojmë, këto janë ato gënjeshtra që i gënjejmë për mbrojtje, sepse as ato s'kan që të bajnë ty këtu, është largësi shumë e madhe, edhe ti s'ke që i bon që këtu, edhe thojnë kur na pyesin si je mirë, por zemra ka... A mund të lexoj diçka tjetër të luta? Patjetër. Madje kjo është eksaktësisht për këtë ndjesinë që unë nuk kam forcën që ti the mamit tim, unë nuk të fal dot që më le të ikja, por ja kam thënë në poezi këtë. Ja ke ba pa drejtësisht. Ja. Nuk ja gjeta dot zërin dashuris. As fjalët s'ja dëgjova. Kërcitit e valixhes mora me vete, kujtimet edhe ëndrat e mes kohës shkova. S'ma fal dot që të ika. S'ta fal as që më lë. Të lash një plag me dhimbje me emrin tim të gdhendur atje. Djepin që më përkunde o nën kur dhe të lotët, mbaje si kujtim kur të shuhen botët. S'ma fal dot që të ika. S'ta fal as që më lë. Ndihem e po si pa ty. Pas 3 e pat dhe. Të thahet oqeani, ti ulëris të his, të vë kokën të këty të pragu i fëmiris. Më prit edhe pak. Sa pret zemra e nënës. Për ty i flas dritës, i betohem hënës. S'ma fal dot që të ika, s'ta fal as që më lë. Valixhen mora me vete. Fëmirin të lash atje. Nuk ka oqean që të nda nga unë. E zërin dashuris ja gjeta të këti. Nuk ka dhe kilometra të masin sa dhem, këtu tek zemra ime, si nën e si bi. Brikena, së më kanë bë, dhe më thënë kam qa për shefin tim këtu në studio, po të ftum në fakt me mlanka që shumë emocion je para, pavarësisht se nuk gjithë kanë atë vlerat e veta se ka njëri më i mirë se tjetri, por këto poezit e tuja pas kanë shumë dhimbje. Është dhimbje e përbashkët, prandaj dhëmb. Prandaj ndihet, prandaj unë nuk kam ndonjë gjë të veçantë nga artistët e tjerë, po thjesht është një gjë që na bashkon. Prandaj dëm njësoj. Unë herë pas herë Brikena me fjalë jam mundu me pru ato dhimbjet e emigrantave, mallin e emigrantave, dashninë e emigrantave për Vredlinjën. Kjo poezia jote e parë nuk mund të më thënë është e bukur, sa është shumë e dhimbshme. Por kisha më thanë që çdo kush ta ndëgjoj dhe ta rindigjoj disa herë, sepse është një kushtrim që i bëhet gjithë shqiptarëve, Drejt. që gjithë secili të bën pjesën e vet që kjo dhimbje e madhe të vinë të nalet. Mark, dhe nuk është e bukur, po harrove një gjë që gjanat e bukura janë ata më të dhimbshmet. Po, e vërtet, por unë më të thënë drejtën është kaq e dhimbshme sa që mu më prejku emocionalisht edhe sepse është e vërtet. është e vërtet. Një realitet që jetojmë çdo njeri Mënyra këtu se kishte pu Brikena, mënyra e figurave letrare, e epiteteve. Bravo. Ishte kaq e përsosur sa që më faleminderit. thënë drejtën Jo. për mu. për moshën që i ke shkruajt, bukurat. se ajo e çon në një standard tjetër. Po, edhe unë atë kalkuloj me veten sot që kam qenë shumë e vogël për gjithmonë kam qenë shumë e mirë në mënyrën se si shpreha gjërat në poezi gjithmonë, edhe jam shumë old school në mënyrën se si shkruaj. Unë kam nevojë për një laps, një letër edhe të bëj ato zgaravinat anash për të shkruar një poezi. Dhe kujtoj dhe kohën kur e kam shkruar, e kam shumë parasysh, shumë të freskët. Kur ka në Amerikë. Jo, ajo ka qenë 15 vjeçë. 15 vjeç.
Por për këtë realitetit sotën, sot më dhe mua, në ato vite unë nuk e dija çfarë kisha shkruar dhe ndonjëherë kisha ndonjë Në ato vite ke shkruar dhimbjen e gjyshes. Jo timen. Jo, s'ka qenë jotja ajo dhimbje. Po ajo e ka shprehja aq bukur tek ti sa je artiste, nuk sinqerisht nuk të kam njohur për artistlekun që paske. Sinqerisht e them, edhe sepse nuk mund një filmtar artista. E vërtet. Por jo, domethënë vetëm një ke lind sepse artist nuk bahesh, lind. Edhe në një moshë aq të re, t'ja nish dhimbjen gjyshes edhe ta shkrush, edhe pse nuk është dhimbja jote, ajo është artist. Kam dëgjuar diku që të ndjesh dhimbjen tënde të thotë që e gjallë, ta ndjesh dhimbjen e tjetrit të thotë që e njeri. Edhe prap dalim atje që më të rëndësishme në jetën time unë kam të jem njerëzore, të jem njeri, pastaj të jem të tjerat. Është një ndër parimet më të forta e më të bukura, më të vështira në fakt, sepse njerëzit të tundojnë të bëjnë jashtë njerëzishëm, disa njerëz të shtyjnë ato limitet. Edhe por të rrish i fort edhe mas të ndorë se janë leku, është pozitat, janë jeta, lufta për jetën, janë shumë rrethana që të shkapesin, ose që do shkapesin se ti je shumë e re. Edhe jeta është shumë e gjatë, edhe ndoshta munden njerëzit ndoshta e tham shumë herë kanë me gjujtmi ty të ndryshojnë. Por është sa fort je ti. Atje lart është një zot shumë i madh që i sheh, i ndjen, i dëgjon të gjitha dhe në fund të ditës sa do të vuaj dikush që është njeri i mirë apo njerëzor apo që i kupton të tjerë dhe nuk do t'i lëndoj, do vi një moment që gjithsecili do e marrë atë shtaku. Absolutisht, unë jam ndër ato që besoj jo me 100%, po me 1.000.000%, sepse i mirë i vun, por kur nuk i shkon dëm, edhe në çdo moment të vështirë gjithmonë i jep Zoti, edhe nëse janë njerëz që japin dorën, Zoti gjithmonë i merr edhe i ndihmon, i nxjerr, nuk i shkon kurrë në dëm. Ton që Zoti nuk t'i jep më shumë nga sa ke forcë të mbash. E vërtet edhe të teston ato limitet e tua. Patjetër janë ato momente që folëm më herët që je gati të dorëzohesh edhe pastaj të vjen një forcë që thua, unë nuk e dija që isha kaq e fortë deri në momentin që u testova. Dhe sinqerisht, unë si Brikena nuk e dija që isha aq grua e fortë deri në momentin që unë jam testuar këtu në Amerikë. Në Shqipëri kam qenë ajo goca e përkëdelur që kisha vllai nga pas, isha motra e ati, isha motra e asaj, isha vajza e ati dhe vajza e asaj. Por unë Brikena si grua e fortë dhe vetëm e kam testuar veten këtu dhe nga një anë më dimset se ishte për mua ka qenë një kolë për shumë e madhe, po. Të ndryshoj jeta në një kohë relativisht të shkurtër aq shumë është jemi mirë dhe kaq sa jemi. Por po përveç asaj vajzës, ti ke njojt ke pa dy antujat, ke pa të vajzën e llastume që s'ka mungua si gjë, ke pa dhe atë Brikenën që nuk e lën asnjë gjë për me e shtyp. E drejtë. Edhe mëmësia është e frikshme sa forcë të jep ty si njeri, sa shumë të ndryshon ty si njeri, sa shumë gjëra i shikon ndryshe, sa të dhimbset vetja. Në qoftë se Brikena në të 20-tat e saj do ishte një vajzë që nuk rebele, nuk e vriste mendjen shumë për të nesërmen, çfarë do ndodhte më vonë. No, sot unë e pyes vetë shumë mirë çfarë do të ndodhi nesër, çfarë hapash do bëj unë, edhe si do t'i rrisun këta fëmijët e mi, gjithmonë duke i mësuar si ti e njerëz të mirë. Për mua kjo është kryesorja. Jam e bindur që puna që unë di të bëj më mirë sot, me plot gojë e them është jem nëna e Lenartit dhe Sierës, por pse të gënjej veten ka momente që pyetja më e madhe ime për diçka është apo e bëj si duhet, dhe pastaj kalkuloj dhe them po e bëj si duhet. Okej, jemi mirë. Ai është qëllimi i jetës. Dëgjoj, është edhe kafsha që thojnë, ama së kafsha është, po ja preke kalamajen, është të mytë. Përbindesh bëhet. Edhe këto, si janë këto
patoka, rosak që thojnë, mos kur janë atë që kanë ato zogjet e vegjël, mos ju afro se të hanë. Po. Edhe rosak kur i thojnë ashtë. Por është nan. Mos e testo atje. Mos e testo sa dhëm fëmia. Brekena, unë kam qevi fije me dalë pak, jo nga tema, po nga ana profesionale e jotja, se ti e shpjegove paka shumë jetën dhe karrierën tonë në Shqipëni, kisha qevi fije më fokusu të femna. Interesant. Dhe është krejt normale që gjatë historisë shqiptare, femnat ndryshon, sepse jeta evolon, janë filozofina të reja që vinë gjatë periudhave të ndryshme, por këto 30 vitet e fundit mendoj që femna shqiptare ka ndryshu në disa segmente dhe në disa nivele më të shpeshta se përpara. Unë jam gjithmonë kritik i fije, pavarësisht se duhet me theksu që unë i du femna shumë, më pëlqen qenja femnore, sidomos ajo shqiptare, sepse ka një histori, ka një vujtje, ka legjenda, ka çdo gjë në femnën shqiptare. Por mendoj se këto vitet e fundit sikur femna shqiptare ashtu mundu më afru femnës amerikane, femnës italiane, femnës greke, femnës arabiane, të e cilësu si civilizim, por për mendimin tem nuk është civilizim, por është degenerim, dhe degenerim në thojza. Po, kuptoj. Por prep mendoj që femna shqiptare është më mirë të rrinë në bazën dhe në folklorin ose në rrajt e veta, në tradicionalen, se sa të anojnë të kulturat e huja të cilat nuk në përkasin e. Mendon ti që kjo që thamon është vërtet dhe si duhet jetë? Atëre, pa arritur tek femra shqiptare, apo mashkulli shqiptar, unë mendoj që ne si njerëz kemi pasigurit tona, kemi frikrat tona, kemi ato të brendshme tona që nuk ka lidhje a je mashkull apo je femër, po mere mashkullin më të pushtetshëm sot ka frikrat e veta brenda. Ka pasigurit e ti, ka momente që ndjet i dobët, që ndjet i lodhur, që ndjet i thyer. Ashtu si që janë edhe femrat, që ndjen të lodhura, të thyera, në vështirësi, që kanë nevojë për ndihmën e njëri tjetrit. Pastaj për sa i përket influencave të komsive të tjera apo të vendit, janë të pashmangshme. Jo vetëm jo vetëm influencat nga jashtë brenda, po ne duke sikur po i njekim. Po i ndjekim. Shiko, unë nuk mendoj që e kesha e njerëzimit vjen nga emancipimi. Të emancipohesh do të thotë që ti nga të gjitha këto cilësitë që ka Amerika si vend, apo këto kulturat e tjera si vend, ti merr më të mirat, sepse këto nuk kanë ardhur sot. Sepse si në filozofinë asaj që the ti, i bie që ne hajde kthehemi në epokën e gurit, edhe bëjmë siç kanë bërë atëherë që të kthehemi në origjinën dhe në të lashtën tonë. Por unë mendoj që edhe hiperbolizohet pak kjo pjesa që femra shqiptare ka qenë e shtypur, e shkelur. Ne kemi pasur gjyshet tona, stërgjyshet tona që nuk janë drejtuar ashtu. Jo gjithmonë të paktën. Shiko, edhe sot që është viti 2026, po të shkosh në Shqipëri ka akoma këtu në mes të Amerikës, pse ta çojmë më lart se aq. Këtu në mes të Amerikës ti ke femra që ende dhunohen. Po, abuzohen. Me keqardhjen më të madhe. Shumë e vërtet. E them është këtu. Po. Ja, pra këto janë familjet që janë influencuar edhe nga kulturat e tjera. Po ky fenomeni ndodh prapë. Po. Ose traditat tona, mund të kesh njerëz që i ruajnë traditat me fanatizëm, po nga ana tjetër janë me dy standarde. Po. Nuk janë njerëz. Janë me dy standarde. Unë mund ta them konkretisht, unë kam njohur njerëz të përshtatur më së miri në këtë jetën e bukur amerikane, të civilizuar amerikane, që marrin këto influencat degeneruese si shteti, po nga ana tjetër, për atë familjen e tij brenda është tradicionale. Po. Do me thënë, i njëjti individ që ka pasur një marrëdhënie, po themi, dhe këtë e kam të parë me syrin tim, jo të thënë nga dikush, i njëjti individ në një marrëdhënie me një grua amerikane ka qenë i emancipuar, liberal, nuk ka pasur kushte të tipit ti do jetosh me familjen time se kështu dua unë se jam burri, sepse nuk ka pasur mundësi t'ja thoshte. Dhe i njëjti njeri i martuar me një vajzë shqiptare, vite më vonë,
kriteri kryesor I ti ka qenë ti do jetosh me mamin tim se është kushti im, sepse je nuse tradicionale. Ti do më respektosh fisin, ne dasmën do ta bëjmë siç dua unë se jemi tradicional, ndërkohë që këto gjëra nuk kërkohen nga ana tjetër. A pra, flasim për të njëjtin individ në marrëdhënie me dy njerëz të ndryshëm, që sillet totalisht ndryshe. Kush është ky njeriu atëherë në të vërtetë? Ke drejt, por unë nuk e kam për individin. E kam falë se ka ta kryej. Fenomeni e kam si fenomen. Është kudo kjo. E kam fjalën të femrave shqiptare. Të femrat. Dhe pikërisht më tepër te kultura dhe te arti shqiptar. Sepse unë shoh të 30 vjet kanale shqiptare, dhe sidomos vitet e fundit, shoh në kanalet shqiptare, televizive, në për programe dhe në për koncerte që bëhen, shumica dojnë me kënu anglisht, që s'ka kur gjatë keqe me kënu anglisht, me kënu greqisht, me kënu të në gjuhë të botë, është kulturë e kuptoj, edhe ndoshta e përvetëson atë profesionalizmin tonë edhe më shumë, por nuk shoh kur grek, italian, jugoslav të këndojnë shqip, apo arab të këndojnë shqip, sepse mendoj se çdo person, çdo artist I kombi tjetër respekton dhe don më shumë kombin e vet, traditën dhe folklorin e vet më shumë se të një vendi të huaj. Unë mendoj që do isha hipokrite po të thoja që jo duhet të këndojnë vetëm shqip, se jo. Nuk e thamë. Duhet jemi të hapur ndaj kulturave të tjera, ndaj këngëve. Kënga është e bukur në çdo gjuhë të vetën tjetër. Poezia është e bukur në çdo gjuhë ta lexosh, ta dëgjosh. Për shembull, një nga autorët e mi të preferuar është Pablo Neruda. Një nga autorët e mi të preferuar, poetët e preferuar është Janis Ricos, që po ti lexoj poemat e tyre, poezitë e tyre në gjuhën e tyre ndoshta edhe unë do dukem kështu. Por sa të bukura janë ato. Por sa të bukur që I kemi dhe të përkthyer në gjuhën. Do të pa dhe me një këngë tjetër unë për vete, e shoh me atë këngën tjetër, që kur janë këto konkurset, sa këngë të vështira për me tregu volumin e këtij vajzit apo djalit, mundën me kenë, sepse nuk mundesh me kënu vetëm këngë festivalesh. Në për konkurse. Më njëla, unë e kuptoja gjëra, dhe janë, domethënë kanë edhe një lloj po jo. Nuk jam atij niveli që nuk I kuptoj të gjëra që duhet me I knu tana mi lexu librat e huaj, këngën e huaj tana. Mos ke kuptoj. E kam fjalën që këto vitet e fundit, për shembull edhe të meshkuj, jo vetëm të femrat. E kishe veç me femnat e herë? Me femrat e kishte, ai ishte personale ajo, hajde. Kur tham unë paktën mirëboll që e bën edhe me të ftumt ton, sepse më thot mos ajo ishte për femrat shqiptare edhe për femrat shqiptare që këto vlerat e tradicionales po I heqin, edhe po marrin influenca. Për kush njeh mu personalisht e din shumë njerëz që qysem ke njeri, unë kam bë avokatin që fena shqiptare të emancipohet, të kalojnë nga ata kornizat e fanatizmit që kena pas, e kam bërë me menaxherin time komplet pastër, por në të njëjtën kohë sot jam prap avokat I asaj që fena shqiptare në boshtin e saj, në thelbin e saj duhet të mesin tradiz. Dhe kur them tradiz, nuk I them me la e me la teshat e me ba me hangër, mos e kuptoj. Në çfarë sensi? E kam në sensin të kënojnë këngën e bukur shqiptare, edhe tren, edhe të vjetën. Të veshet me kulturën dhe me zakonin shqiptar, mos të veshet si Amerikan. Nuk ka nevojë me bë tatuazh në hum, tatuazh në qaf, tatuazh në dorë. Nuk është e jona, ndoshta kam gabim. Më fal. Këta janë gjëra të teprume. Po. Ky merr vetëm konceptin femen, sepse në gjë, po për meshkujt nuk duhet me majtë traditën, se tash nëse Atje ka të drejtë se baballarët tanë kanë bërë atë spirancë që në kohën e ushtrisë në dorë, tatuazhet e kanë bërë. Unë e kam marrë për si kritik sepse nuk e kam se me ul fenë shqiptare, për të zot nuk e bëj kurrë gjë. Por me duket e teprume. Kjo është një këndvështrime, mendoj unë. Po është, por mendoj prap që femrat në Shqipëni, sidomos vajzat e reja, po marrin idhut e tyne, disa modele që në vend që me marrë model një artiste, një aktore, një inxhiniere, një profesoresh, një Mira Murati, që më thonon, marrin një
individ e cila nuk i kollon kurrë shoqënisë përveç trupit bukur saj dhe fytyrës bukur saj. Koha sot ka ardhur e tillë që nëpër media, nëpër televizione ty të promovohen këto modele. Ti ke në treg sot. Ti ke femra të bukura për tu parë, ndoshta ajo nuk e ka prekur një libër në jetën e vet për ta lexuar, por është e bukur për tu parë dhe këto modele po i ofrohen shoqërisë. Unë si vajzë 13 vjeç, 14, 15, nuk mund të marr dot manjolën, shembull, po do marr këtë se kjo është e bukur, të gjithë e duan, të gjithë e pëlqejnë dhe po e trendi kohës. Dakor, Brekena, po kjo Po Kim Kardashian ikon në gjithë botën. I duhur, kjo është i gabuar. Është e duhur, e gabuar është tjetër gjë. Po që është fenomeni ky është në gjithë botën dhe nuk është vetëm për shqiptarët kjo. Dakor, është internacionale. Te na, mendoj që pa bëhet me një hap të shpejt. Çdo gjë në Shqipëri ka ardhur me hap të shpejt. Ka me një hap të shpejt, edhe kur gjanat bëhen me një hap të shpejt, është mundësia me gabu më shumë. Edhe është shumë vështirë më kthy mrapa me i korrigju më. Unë mbaj mend vitet që ka dalë Facebooku në Shqipëri. Domethënë gjithë bota e përdorte për të komunikuar me njerëzit që kishin larg. Sa çifte janë bërë në Facebook më marrë, që nuk e ke iden. Do me thënë sa kur tregonin historitë, sot duhet jenë mosha relativisht pak e madhe, tregonin ne jemi njohur në Facebook. Kështu që ne i kemi marrë gjithmonë gjërat në një lloj forme, siç ne kemi dashur. Siç ne na janë ofruar. Kena pak atë që ndoshta nga që dalja nga një postkomunizmi ka qenë i tmerrshëm në Shqipëri. 30 vjet na dosht me kap 100 vjet. Dakor, e kuptoj ashtu, se thotë Brekena, komunizmi ishte sistemi më i keq që kishte Shqipëria, na izoloi dhe ishim të uritur për të dashur, për të parë. Një herë, në qoftë se gjysha jeme është me shami, gjyshi jeme është me qeleshe, mu nuk më takon mu nuk më takon në shpohunden, e vathën, e vath tatuazhe, e më bërë. Unë marrë të kërkoj ndjes publikisht, unë nuk të erdha me shami sot. Ja. Këtë po thua. Atëherë, jo ti, e kam fjalën. Ka pak pikën e vajzës që do me kap vajza. Nga ana e kohës. Në kjo se gjyshja jeme, domethënë. Që sa unë dua të ruaj traditat e familjes time, i bie që të vjen me shami. Nuk të marr me shami. Jo me shami, po të vesh xhubletën, të vesh atë kostumin e dardhës që vishte gjyshja ime dikur. Po jo të vesh ti më dukesh si me kanë irlandeze ose angleze. Se nuk je. Po shiko, Shqipëria nuk është shtëpia e modës që ne kemi shpikur një industri veshjesh, ne kemi shpikur një lloj stili, ne gjithmonë i kemi marrë këto gjërat nga të tjerët. Po jo, se domethënë ne di se ku janë shtëpitë e modës, ke Francë, Itali, edhe këto një orë që janë domethënë këto influencohemi dhe marrim më të mirë. Edhe një herë që mos ta zgjas më shumë, se bolli shove, femnat po dorë me pak prej. Jo, Marko e ka inati që ne s'po i dalim atje ku do ai. Jo, ne kam fjalën që edhe herë emancipimi, civilizimi dhe dashnia për me vit më shumë është krejt normale. Absolutisht. Por ti të mbledhësh deg dhe gjethe dhe të prej rranje tuja, kjo nuk më duket normale. Unë nuk e besoj që është kjo është e gabum, mendoj se kjo gjë punon në shoqërinë tonë. Do ta thoja këtë nëse inshallah jam i gabum. Nëse nuk do kisha takuar këtu në Michigan, në punën që unë bëj si gazetare këtu, më ka rënë rasti të një zonja nga 60 vjeç, 70 vjeç që kanë ardhur fëmijë këtu në Amerikë, dhe jo vetëm që flisnin shqip, po ja kishin trashëguar atë fëmijëve të tyre, edhe nipërve dhe mbesave të tyre, dhe ka qenë në mos gaboj kryengritja malësisë madhe, data që përkujtoj ajo, dhe ka qenë një zonjë nga Mirdita, dhe ajo kishte veshjen mirditore origjinale, 300 vjeçare ndoshta, dhe trashëgonte dhe më thoshte që këtë gjë unë do ta trashëgoj tek brezat që do vinë. Kështu që nuk mund të them, ndoshta ka edhe ajo që thua ti shndron, por mendoj që nuk është brenda vetes tonë ne dim të ruajmë traditën tonë, kulturën tonë, pra shko sa ne vazhdojmë të gatuajmë ushqimet tradicionale tonat në shtëpi. Nuk e kisha fjalën për në diasporën e Michiganit, as për në diasporë, më tepër e kisha fjalën për vendlindje. Për vendlindje. Sepse në ushqimin atje e shoh. Unë e kam shpreh disa herë se diaspora e Amerikës, sidomos diaspora e Michiganit,
është pjesa dhe gjymtyra mashnore të kombit shqiptar, e cila me fanatizëm dhe me dashni vazhdon e mon traditën, gjuhën, kulturën shqiptare me fanatizëm dhe e përcjell brez mas brezi. Por, edhe një herë, kjo që thamon, është marrë përsi një kritik që ndoshta vjen në veshin e rinis që t'i bëjmë rinin ton, ta dojmë traditën ton, ta dojmë gjuhën ton, ta dojmë folklorin ton, veshin ton. Për një të ri në Shqipëri, nëse nuk di anglisht është turp. Për një të ri në Shqipëri që nuk di t'i përshtatet rrjeteve më të reja sociale dhe të bëj trendet e kohës është turp dhe bullizohet për atë gjë. Ti nuk mund t'i jesh pjesë e shoqërisë tonë nëse ti nuk di të bësh 1, 2, 3, 5 gjëra që i bëjnë të rinjt në Amerikë, në Kanada, diku tjetër. Kështu që janë trende që vinë me kohën, siç kanë qenë në kohën kur ishim ne të rinj, vinin trende nga jashtë që ne patjetër i ndiqnim, se po mos t'i ndiqje nuk ishe pjesë e shoqërisë, nuk ishe shiko, Mark, presioni i shoqërisë në çdo fazë të jetës tënde është shumë i madh. Shumë i madh. Dhe nuk është i njëjti në brezin e prindërve tanë. Brezi i prindërve tanë ka jetuar në një periudhë komunizmi që të gjithë kishin një standard relativisht të njëjtë, kurse ose më saktë babi im 30 vjeç e dinte që edhe nëse nuk gjente dikë për të martuar me dashuri, do t'ja bënte fisi një shkuesi dhe do martohej. Nëse nuk kishte shtëpi, do ja jepte shteti një shtëpi dhe ai do vazhdonte jetën. Do gjente një punë se ja jepte shteti dhe nuk do i ngeleshin fëmijët pa bukë. Një 30 vjeçar sot ka një presion nga shoqëria, sa ai vën në diskutim aftësinë e vet për të qenë burr, mashkull, për të qenë i zoti i vetes, për të qenë i arir, emocionalisht i pjekur emocionalisht, i matur emocionalisht, pastaj intelektualisht, pastaj sa javë do jetë ky njeriu që të përmbush standardet e shoqërisë, se flasim për standardet dhe për fatin e keq, këtu do të flasim për femrat shqiptare që për fatin e keq kudo, kur përmendet fjala standard, nuk e di pse të gjithë e kanë fjalën te lekët. Të gjithë e kanë fjalën te materia. Nuk kam dëgjuar, këtë e them me sinqeritetin më të madh, nuk kam dëgjuar një vajzë të thotë un kam standarde të larta se dua një njeri të mirë, ose un kam standarde të larta se dua një njeri me inteligjencë emocionale, por kam dëgjuar, un kam standarde të larta se dua që ai të mblej çantë, se dua që ai të kesh makinë e bukur, kaq shumë lek në bank, dhe dua të më suportoj deri në kaq shifra në muaj. Po, por ato është i rangu i vogël, sepse Marko e bjen këtë shembull në fakt, por unë tham gjithmonë që jo çdo femër është e atij standardit, sepse unë di shumë femna që pranojnë më mirë thot du me punu edhe i dal zot vet, se sa mu bashku me një mashkull thjesht për me majt. Unë për veti personalisht gjithmonë jap mesazhin që mos u bën për me kenë kush po man sot, ose me ke po lidhëm, por jepi krahut, studio, gjeje punën, gjeje atë jetën se ku do me arrit, e jo se cilit mashkull mund të kapi që të më majnë mua dhe të rione se po mi blejnë ato çantat. Ajo nuk, unë për veti s'kisha dash kurrë ai mesazh për medal, apo po mi promovu këto femna që thojnë, okay, e gjeta këtë apo e gjeta atë. Të jemi sinqert, unë këtë fenomen e quaj prostitucioni i kohërave moderne. Po. Do me thënë, nuk ka qenë si shtëpitë publike që ka qenë dikur që taksoheshin në shteti, ishin institucione që kishin, nuk e di atje të them, çmimet. Që ishte profesion, është zanati më i vjetër në botë, njerëzit shkonin, paguanin, kryenin nevojat e tyre dhe ishte biznes. Ndërkohë që sot po ndodh praktikisht e njëjta gjë. Dikush po të ofron të mira materiale në këmbim të marrëdhënie seksuale. Kështu që është realisht kjo prostitucioni i kohërave moderne. Që kush do bëhet pale, ndjek, e shijon ndoshta, ka të tjerë, po mirë është që mos të jetë kështu. Mirë është secili. Për mendimin tim është ai standardi i ulët që nuk kisha dash për me e diskutu, sepse për marrim në bisedë një standard shumë të ulët.
E drejtë është. Standardi ulët, po është një realitet. Është fenomen ama. A fenomen. Po, por Është fenomen. Nuk ka se ne aty e fantazu. ne promovojmë dhe po i thojmë këtyre njerëzve se ke edhe këto. Ne pa promovojmë, na pa kritikojmë. Kritikoj me kritiku si që keme të dhe mas milan sepse fal Mark në këtë moment ne po shajmë këto femna, po këto femna janë të majtë prej tyne meshkujve se atëherë në qoftë se duhet të kritikojmë edhe meshkuj që atë isha gati duke thënë ke po kapim sepse në qoftë se mashkulli nuk ja jep as kjo femna nuk ka me kërku. Atëherë shikoj që femrat janë më materialiste është për me marr një vajzë se kanë qef për me pas to vajzat e reja edhe thot ai kam lek edhe hajtë se marrë këtë cilën vajzë du. Edhe këto meshku i kritikojmë që mos shohin pse ke 2 lek po marrë cilën vajzë du. Të shti, mos ta zgjasim këtë temë, po kjo është... Po vetë hyrë, s'du me dalu ne, që me dalë vetëm femna e keqe dhe këto meshkujt janë të mirë. Se këto meshkujt të këto japin. Një sekund. Të shti, ti të me da zot keqës, për me da një të keqës. Po pse këto meshkujt që po i japin gjanë janë të mirë? Unë qëndrona jo që thot Manjola. Kjo po qëndron kështu. Si kështu? Se puna e këtyne meshkove është kjo. Ju femnat, kur doni me shku me ble një çantë, për shembull, kjo se ke lek më shumë që me ble çantën më të mirë. Po. E drejtë. Një edhe ngjallë meshkujt. Kur doni me kap një vajzë të bukur, e dini se ka më haju më shumë se e kërkon më shumë, nuk ka faj i ti. Sa faj ti, shkojnë atërizit dhe materializohet edhe ajo, ai fenomeni këtë ndryshe pastaj. Ai mashkull ka vetëm një piksonim. Ai ka piksonim, është djalë i ri, ka qef me bë qef, se është instinkti i mashkullit me bë qef me femrat e bukura. Edhe ai ka gjetë. Atëherë nuk po flasim për qenie njerëzore, kur flasim për instinkt nuk është njeri. Ai ka gjetë momentin delikat. Momentin të delikat të ata femrat të cilat e napin vedin të materializimi. Atëherë ai e përdor atë gjë. Sepse e kam thënë edhe herë Manjol, ti e din shumë mirë, mandena ai djali, kur da me marr nusen, ai djali merr atë të nërshme. Kanë të lagja vet, të qyteti vet, të katuni vet, edhe merr atë vajzën që nuk ka qef me pas çanta, me pas BMW, por që ka qef me pas një burr familjar. Edhe që kur të martohen ky prap shkoj atje ku ishte. Po prap shkoj me prostitutat. Ati të gjanë që banaj. Jo. Shikoj, mund ta jap unë këndvështrimin tim lidhur me këtë. Unë mendoj kur një mashkull edhe një femër, kur ky mashkulli vjen edhe vetmja gjë që ai ka për të prezantuar veten është të thotë un kam, ashtu do ta shikoj. Jo, ashtu do ta shikoj. Unë si femër ashtu do ta shikoj. Unë nuk e shikoj më për vlerat e tij si njeri, sepse ai vjen dhe mua më prezantohet un kam. Un kam këtë, kam atë. Okej, ky është një njeri që ka këto gjërat. Nuk e kam më kuriozitetin për ta njohur kush është sepse ai ka thënë çka ka pas. Ato ka, ato shet. Kurse një vajzë që ka vetëm këto asetet fizike, do vitë të thotë unë kam këtë dhe këtë dhe vetëm aq ka për të ofruar. Do me thënë, këta të dy sa po gjetën njëri tjetrin, gjeti të nxjerrja kapakun dhe shumë mirë bëjnë që e gjetën. Problemi është kur flasim për vlera, hajde flasim për vlera. Se po flasim për këtë mashkullin, që ky pas ka dëshira të veta, epshe të veta, instinkte të veta, kafshërore do thoja unë, jo njerëzore, ka dashur të paguaj për ti marrë në këmbim, po nga ana tjetër, përveç se dalim të dy standardet, e do këtë, po shiko se për gruar në shtëpi ai do atë tjetrën nga katuni vet. Jo, kjo është dy standarde. Kjo për mendimin tim është mungesë karakteri, mungesë personaliteti i këtij mashkullit, që nuk e di as vetë çato, po i do të dyja, nga pak. Po, janë të bëhë kështu. E po të sport midis dyre, se s'mundem isha vetëm një nërnan, atë po them unë, që s'mundesh me shah vetëm femne? Sem të shalli herë, unë jam të thënë se në çdo njeri, sidomos meshkujt, kanë në periudhën e jetës tyre, kanë periudhën e aventurës. Aventura nuk do të thonë me shku vetëm me femna. Aventura është me shëtit, aventura është me ba marina, moshës. Po kjo shkon edhe për femrat, jo vetëm për meshkujt. Faleminderit. Gjatë tyne periudhave të aventurave, këto individ janë të dy të barabartë. Femna vlerëson pjesën e saj fizike në mënyrë të shtrenjtë, ai që ka më afruan, ai që ka më afru, ka më pa gjë. Pse ka vetëm femna keq atëherë? Po s'po them se është e keq, mos i. Apo raportet të tjetrit. Unë po ja vë fojën me meshkull, po thënë që kjo është një diçka që
nuk është gjë. Unë preferoj të besoj që qenia njerëzore nuk është kaq sipërfaqësore dhe të mendoj vetëm për gjën fizike. Nuk është, por fatkeqësisht, Brikena, në jetën që po jetojmë, në këtë realitet, jo vetëm në kulturën shqiptare, por edhe në kultura tjera, se shumë edhe në Amerikë, është jo vetëm sipërfaqësore, por është e para në jetën e përditshme. Fatkeqësisht. Ose unë jam romantike dhe shpëruar dhe unë vazhdoj të besoj tek ndjesia, emocioni, tek mënyra se si lindin ndjesit. Edhe unë besoj edhe nuk unë jam kaq kundra kësaj sa jam Brikena të kthena dikon tjetër, te Brikena regjisorja, Brikena shkrimtare. Prej pas se du me thanë edhe vetë e gjosat? Po me thasë, për të herë thu, du me thanë e gjohën, du me thanë të fletë më shumë të talë, për nesër. Pa kthejna të komuniteti. Komuniteti shqiptar këtu. Unë e Brekenën e kam pa në shumë evenimente, në shumë mramje, darka, festivale, koncerte që janë bën këtu. Çfarë mendimit keni ju? Pavarësisht se keni vetëm 4 vite në diasporën e Michiganit, çfarë mendimit keni ju për diasporën e Michiganit, se mu me kritikojnë shumë, se unë e lavdëroj shumë diasporën, po mendimi juaj personal. Sinqerisht fare dhe pa filtra, do thoja më bëhet zemra mal kur shikoj të mbledhur aq shumë njerëz bashkë që flasin shqip. Nga ana tjetër, me keqardhje them që jo të gjithë janë të mbledhur. Po të marrim nga Tirana e pjesa e jugut, kemi një komunitet që është, po nuk është. Nuk kanë një qendër konkrete ku mblidhen, nuk kanë një organizat, një shoqat, mbase dhe kanë, po nuk e dim se nuk i kemi parë në për festivalet që janë organizuar, ndoshta në për evente të ndryshme, në për protesta, pse jo. Nuk i kemi parë, unë nuk i kam parë dhe më vjen keq. E kam bërë një herë batut me dikë në një nga evenimentet që kemi organizuar këtu, malsor pa fund, në çdo cep të këtij eventi kishte malsor dhe takoj një kolçare dhe i them, u bëm 2 kolçar bashkë më në fund, të lutem, hajde, i them të paktën të jemi 2. Mos jemi shumë, po të paktën u bëhemi 2. Do doja të ishte më e organizuar. Kemi shoqata pafund që po bëjmë punë të jashtëzakonshme, shumë të bukur, kemi televizione që janë pranë komunitetit, kemi festivalet, qendrat fetare që po bëjmë prap punë shumë të madhe me festivalet, kishim festivalin e kishës Shëmpalit që sa po u mbyll, kemi festivalin e kishës Zoja Pajtore që vjen në shtator. Do doja të kishim më shumë evente të tilla dhe më shumë gjithë përfshirje. Kemi një komunitet aq të madh, aq të bukur që më besoni kur e them, kur dikush do ketë nevojë ose kur dikush ka nevojë bëhen të gjithë bashkë. Dhe këtë nuk e them se kam të dëgjuar, po e them se kam të jetuar. Dhe 1000 vite të kalojnë, të jetojnë në Amerikë ose jo, janë ata njerëz dhe është ai komunitet që unë nuk kam përtaruar tërë jetën. Edhe në lutjet e mia të darkës, janë ca emra specifika aty që nuk mungojnë kurrë. Ndoshta me fjalë për ditë nuk mund t'ja u them, ndoshta edhe me vepra nuk ja u kam thënë, po e di që në lutjet e mia kanë qenë gjithmonë emrat e tyre. Më vjen mirë në fakt kur dëgjoj si njerëzit nuk e harrojnë njerëzit që kanë kënë aty për ata, sepse njerëzit njihen në ditë të vështira. Në ditë të bukura, shkollaj me ardhë, më thanë, për me hangër një dark ose me kërcy në një vend me muzikë, është shkollaj ajo. Ndërsa ti gjendesh dikujt kur i kjanë shpirti, se jo çdo njeri qanë me lot. Edhe jo çdo njeriu do i hapesh edhe ti thush o Zot se çapo mnoll. Pra t'ja shikosh edhe ta ndihmosh atë tjetrin kur kur i thojnë duke vdek me kuptimin për brenda se ka aq plag sa nuk mundesh me e pa, sepse shpirti nuk i hapet njeriut. Edhe të jesh pjesë e arritjes, të dhënies dorës, edhe të jesh në fakt pjesë e lutjeve të një njeriu që e ke ndihmu, është bekimi më i madh që mundesh me marrë në jetë, sepse ti edhe mi dhan kur i thojnë $100,000, kur nuk e kanë vlerën e një lutjet. Pavarësisht se thojnë mos e lutje, no, kur mos e nënvlerëso
fuqinë e një lutje. Leonora Selmani dhe Joli Paparisto, unë jam këtu. Është e vërtet. Edhe ndonjëherë është e vërtet ajo që thej që ndonjëherë nuk qanë me lot, të qanë shpirti, edhe sidomos kur je me fëmijë, se ndoshta bëhet pak too much kjo, bëhet pak shumë edhe e tepër fakti që përmenden fëmijët, po është e vërtet, është realitet. Që kur ti ke fëmijë, ti nuk e ke më luksin të qash kur do ti, po të qash kur duhet të qash, sepse ata nuk duan ta dinë sa të dhëm shpirti ty, se janë beba, janë fëmijë, ka nevojë për ato nevojat e tyre. As nuk mund i qash hall, as nuk mund të do buzëqeshësh, edhe atëherë kur ndoshta do të ke dëshirë për me kjo. Edhe për atë po them, nuk ka gjë më bravo kushdo ato që kanë kenë pavarësisht se të dyja vajzat i njoh edhe janë me të vërtet vajza të mira, me zemër të madhe, edhe ndihmojnë, por edhe bravo. Si ato shumë të tjera. Ka shumë të tjera. Është një komunitet falë Zotit i njoh shumë femna që kanë ndihmuar njëna tjetrën, edhe ja kanë lënë dorën njëna tjetrës, por nuk ka gjë më të madhe për veti se kur ndihmon një njeri. Edhe kur të vinë dita kur i thojnë që t'jesh mirë, edhe ta dish një person që ka nevojë, s'do harrosh me Allahn dorën, sepse do kujtohet dora dikujt që të ka dhënë. Ka ndodhur. Madje nuk dua ta përmend kështu, por sa, domethënë, unë nuk besoj që një njeri të ndihmon se ka. E vërtet. Unë mendoj që një njeri ndihmon se ka shpirtin. Ndihmon se e dish do të thot ti jesh aty. Se e dish do të thot ti jesh vetëm, se e dish do të thot të kalosh në atë dhimbje. Edhe prandaj thjesht e di, thjesht e ndjen, edhe ashtu këtu brenda. Është masa e vërtet. Tash fatkeqësisht tan kena kalu në për ata ujna, sepse unë them ren me rrët mall, ai që thotë që jeta këti ose ati është perfekte. Kërkush nuk e ka jetën perfekte. Të tanë kanë pas një dhimbje ose një shkapetje për tokë. Lumaj që nuk e harron. Edhe lumaj që e vlerëson edhe nuk e harron njerëzit që kanë kenë aty. Edhe mirë në fakt për atë që kur të shohin atë pikë, kanë qef me tallon edhe i shjel me të shtypër smarit. Për ato më vjen më keq në fakt. E jo për persona që kalojnë atë dhimbje, po për njerëzit që nuk kanë njim për me të pa, edhe thonë, hama jepja një se gati është në cep të urs. Nuk e di, unë preferoj të mendoj që nuk ka njerëz kaq të këqij në bota. Ndoshta duket naive e thënë nga unë, por vërtet mendoj që nuk ka njerëz kaq të këqij sa të shohin dikë buzë greminës edhe ta shtyjnë më keq. Preferoj, them, ta besoj kështu, sepse nuk më përbën asnjë sens logjik pse dikush mund të jetë, si mund ta justifikoj dikush veten. Ne kur bënim analizat e veprave në Akademinë e Arteve ose si aktore kur kam punuar, edhe kur ti luaje antagonistin, personazhin e keq të veprës, ti duhet të justifikoje veprimin. Pra, pse po e bën ky këtë? Edhe prandaj nuk më bën sens si dikush mund të jetë aq i keq, si e justifikon atë veprimin, atë shtyrjen, atë stërkëmshin që i vek të njeriu që është buzë greminës. Nuk ka si shpjegohet. Vetes ndoshta, po Zotit si. Brekena ti e shpjegove shumë mirë përgjigjen e pyetjes si të bana për komunitetin e Michiganit. Edhe mirënjohja që ke ti për ato individ në jetën tënde personale është një virtyt i karakterit tënd, sepse njeriu mendoj që mirënjohja është virtyti më i lartë i karakterit njeriu, dhe ti sapo e shpjegove dhe e the. Kjo është ajo që pikërisht brez mas brezi, vit mas viti, komunitetin e Michiganit e ka bërë kaq të madh, kaq të njoftën dhe kaq afër njëri me tjetrin, këto raste si puna jote, mirënjohja si puna jote, dhe jam shumë i sigurt që net arme, ndoshta edhe në ditë të sodit,
atë që ka bërë dikush për ju do e bani për dikën tjetër, sepse kështu jena na shqiptar. Na jena një ras që kur nuk e harrojmë të mirë dhe kena qejf me bërë të mirë. Kena dha shprehjen e Nën Teres që thot gjithmonë ku ja bën diku një ner, në kjo se nuk gëzohesh më shumë ti, sa i person që ja ki ba, nuk i ba kur gja. Pra këto janë disa gjëra që na shqiptar dhe kena. Nën Teresa ka thënë edhe ne nuk bëjmë gjëra të mëdha, ne bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kështu që nuk pretendojmë të bëjmë çuditëra në këtë vend, po të paktën aq sa mundemi do bëjmë mirë për njëri tjetrin. Na kena shumë njerëz që na njekon jo vetëm këtu në diasporën me Gjergani, por kena shumë emigrantë në tonë botën që na njekon dhe si shembull i Brikenës dhe i Joni janë edhe ata që ku jetojnë në Evropë, në Australi, në Kanada, kudo që jetojnë. Dhe kjo është ajo që Oda Podcast ka qef me pru herë mas herë, me pru shemoj, vajza dhe djem, si Brekena. Faleminderit. Për me tërgu se kjo është Shqipnia, popull shqiptar, komi shqiptar. Na jena ata pikat e gjakut që kena rrjedh dhe po rrjedhin nga hemoragjia që i bëhet vendlinjes tonë, Shqipnisë tonë të 30 vite. Na jena ata pikat e gjakut të shpërndame në tonë botën që jo vetëm që po përdorna dhe po jetojmë në një vend huj, por na djeg malli ditë për ditë, natë për natë për vendlinjen tonë dhe njihena se e tha Brekena emigranta në vendlinje dhe emigranta në vend huj. Në vërtet. Pra, kjo nuk ka vetëm një plagë e jona dhe një mall e joni. Është plagë kombëtare, është plagë e çdo emigranti kudo që jeton, është plaga e fëmijëve tonë që sot parriten në vendet huj, në vend që mu arrit në Shqipni dhe në trojet tona shqiptare. Faktikisht është plagë e madhe, dhëm shumë, po sa të lumtur jemi ne kur na pyet dikush që nuk është shqiptar, dikush i huaj, të nga i edhe ne themi jemi shqiptar. Edhe themi me shkrenari dhe me shumë unë kam një emocion shumë të veçantë. Krenaria është shumë e madhe, po nga ana tjetër qëndron edhe kjo që thot Marku, është e dhimbshme, duke qenë se fëmijët tanë kanë lindur këtu, do rriten, do ecin brezat dhe me keqardhje, po do fillojnë të humbasin gjuhën, do humbasim kulturën, do humbasim identitetin kombëtar mbas disa brezash. Nuk flasim sot edhe nesër. Nuk flasim për Brikenën që ndoshta po e mëson fëmijëve të flasin shqip apo për Manjolën apo për Markun. Po për fëmijët e Brikenës, për fëmijët e fëmijëve të saj. Në breza, keq më vjen ta pranoj, por ndoshta po nuk ditëm ta ruajmë siç duhet, po nuk ditëm ta mbajmë këtë komunitetin kaq të mbledhur, kaq të madh. Ndoshta rrezikojmë ta humbasim. Për atë Marku në fakt e tha kaq bukur se si na shpërndam, një ndër arsyet që Elvisi vendosi ta hapim këtë, një ndër arsyet që umlollëm të tanë, është për me kënë kjo pigjerja e vogël, edhe ndoshta zani jonë është shumë i vogël. Por ama e dina të tanë se është i shpërndam në tanë botën, se sinqerisht me respekt për i të tanë veni na shofin kudo në përbot. Edhe kjo është se kena Brikenën që ka 4 vjetë që ka ardhë këtu, kena një tjetër që ndoshta ka lind këtu, ose ka 20 vjetë, ose ka 30 vjetë, varet se dhe më thanë të personi, por jena pra ekzistojmë, kena këtë zanin, kena shemoj të mrekullueshëm, të vajzave dhe djenëve tanë që dona mi diftu që jo, na ekzistojmë ala, jena të zot për me e majt edhe për me e shpërnda kudo mesazhin e mirë, sepse ky mesazhi që po ka kenë sfida ma male jetës tane, po ama të ka qu Zoti ki pas sfiden, po të ka qu edhe njerëzit. Absolutisht. Për me të ndihmu, sepse Zoti nuk është që ulet në tokë dhe thot hajde Brikena, po ama të çon këto njerëzit për me tallanat e dorën. Edhe dolet e ajo tjetra që nuk e ke ul karakterin edhe ato parimet e tuja, sepse prap beson ato lutjet e tuja që Zoti ka me të ndihmu dhe të ka ndihmu, ta ka lanë në një mënyrë, nuk mund të them se jeta të është ba ti kanë heqë tanë hallet, pa ama ti kanë letësu pak hallet. Në drejt. Edhe këto janë përgjigjet që merret nga një zemër e mirë. Nga një njeri i mirë, nuk ka hallas dërman pa të shpërbly. Drejt. Brekena, une
gjatë bisedës, më duk se the se babën edhe nanën i kinë Shqipni. Po. Edhe unë dishta mi i përshnet nanën e babën në Brikens, edhe mi thanë keni krenar, se keni një vajzë shumë të mirë, keni një vajzë e cila pavarësisht historisë të saj, si çdo njëri e ka me vujtje, edhe Brikena ka pas ata vujtjet e saja, të jetës personale, është një vajzë me një karakter shumë nalt, ka 2 fëmijë të mrekullueshëm, është një vajzë krenare që është shqiptare dhe është pjesë e komunitetit Michiganit dhe i nep komunitetit Michiganit jo vetëm kulturë, po i nep edhe shumë dashni. Pra keni krenar për vajzën që keni. Faleminderit shumë. A mund të tregoj një episod shumë interesant? Un kam 7 vite diferencë me vllajin. Praktikisht më ka rritur, më ka trajtuar shumë të vogël gjatë gjithë rritjes son. Por është nga këta burokratë tipik shqiptar që nuk ta shprehin dashurinë me fjalë, të shprehin ato veprat e bukura të rralla, por e kam parë duke i sharë vetëm ndoshta në dasmën time, ose në momente shumë specifike, dhe ditën që jam nisur për në Amerikë, në një moment unë hap telefonin dhe shikoj mesazhe që nuk më merrte mendja kur që klienti im, vllai im, do mi dërgonte ndonjëherë mua, mesazhe të tipit unë jam shumë krenar për ty, unë jam vllai më i lumtur në botë, ti je gjysma e zemrës time. Edhe thoja, Zotin, mua mu deshtikja në fund të botës që ky të më thot mua që më do shumë. Unë ti kishe thënë ato kur isha aty, ndoshta nuk do kisha ikur. Por kështu jam vëllezërit ndonjëherë, nuk e shprehin gjithmonë dashurinë dhe le të themi që unë kam thyer disi këtë tabun brenda familjes. Ne nuk kemi rritur, ne nuk kemi qenë brezi që jemi rritur me dashuri të tipit të duar shumë, ti themi njëri tjetrit, dhe këtë gjë e kam thyer unë tek shtëpia ime. Unë i shpreh shumë dashurinë. Domethënë, unë mund të vetë edhe ta vë kokën të preri mamit ose i babit edhe t'ju përkëdhelem akoma. Kam qenë shtatzan, kam qenë gati duke lind fëmijën tim dhe unë prapë sillesha si vajza e vogël e tyre. Që jam e bindur që mami dhe babi im sot janë gjyshër të 6 nipërve dhe mbesave, po të shkoj unë atje. Guys, I'm sorry, jam unë aty e vogla, nuk jeni ju. Dëgjoj, kujtimet më të bukura normalisht janë me familjen. Dhe ato janë super krenar për ty. S'ka gjë që ju desht me arti këtu se kishe kenë atje, s'kishe mini kur ato fjalë. Kështu që mirë banë që erdhe. Edhe Brikena mam. Përveç atyne 2 zemrave të vogla që ke. Bëna i qa për qef, dhe më thanë, hobi ose lufta Brikenas. Të qenit mamë është super fuqia ime. Edhe këtë e them me bindje të plot. Në ka një gjë që unë e them sot, nuk të them sot jam gazetare mirë, jam regjisore mirë, jam aktore mirë, ndoshta mund të jem. Po që jam mamë që po luftoj fort këtë ditë ta them me bindje, sepse periudha ime e divorcit ishte në momentin kur fëmijët e mi ishin 2 edhe 1 vjeç. Domethënë, edhe të punoja në ato momente unë e kisha luks, të kisha kohë për të punuar. E vështirë ka qenë pafundësisht shumë. A kam kohën sot të gjej një hobi për veten? Jo, nuk e kam. Do të gënjeja po thoja që po unë e kam një kohë të saktuar që unë bëj diçka për qefin tim. Sepse edhe sot duhet të jenë sa janë 4 edhe 3. Pyetja tjetër në fakt është kjo, jo arti unë besoj të paktën që është i lindur. Edhe arti është dhe i trashëgum. Keno një gem nga mami ose nga babi? Apo ishte ti ajo e para? Që është marrë në mënyrë profesionale unë kam qenë e para. Okay. Por gjyshi im ka qenë një këngëtar shumë i mirë, ka qenë një valltar shumë i mirë. Babi im merrej me këto shfaqjet e shkollës, siç kanë qenë vatrat e kulturës në kohën e komunizmit. Gjyshja ime, edhe pse me 4 klasë shkollë, thurte bejte të papara, të jashtëzakonshme dhe duken te. Po do të thonë, tip poezie, do të thonë, e paske rimat ajo i kishte aq të bukura dhe aq spontane dhe aq të momentit sa tingëllonin sikur ajo kishte bërë një akademi të tërë për të mësuar atë.
Nga ana e babit, Nga ana e babit, nga ana e mamit nuk di të them, nuk kanë qenë më shumë tek shkencat eksakte këte nga mami. Gjë që nuk është super fuqia ime, nuk dua ti marrësh kredi. Fare. Nuk është pika ime më fort. Kam një pyetje tjetër. Paka shumë ti e pave mjef paka shumë që unë kam mall për Shqipëni. E di. Sidomos edhe për qytetin e Shkodrës, kam mall se jam le rrit aty. Për Korçën nuk kam shumë. Mall. Kam unë për ty, mos e rrit mendje. No, arsye pse për Korçën nuk kam shumë mall, se kam Korçaren brenda gruan shtëpi. e kam korçare, edhe e heku mallin me Korçën. Po ndërsa më bëj pyetje, ti ke lënë në Korçë, Jam lindur edhe rritur në edhe Korçë. rritën në Korçë. Dhe normalisht që mallit pat për qytetin që ke lindur. Por mendon ti se në qoftë se do kthehesh një ditë në Shqipëni, Korça do mete qyteti më i preferuar dhe qyteti ku ti do shkosh të jetosh, apo do të jetë Tirana si një qytet monopol? Unë kam jetuar edhe në Tiranë 5 vite të jetës time dhe atë periudhën time më të bukur, Akademinë e Arteve, periudhën e të qenë studente e kam kaluar në Tiranë. Po sa nostalgji kam për atë pragun tim atje në Korçë. Kur futesha tek komshia përballë, madje unë kam thënë edhe diku tjetër këtë, kur shkoja te shtëpia e komshies, hapja frigoriferin edhe merrja çfarë doja dhe unë haja si shtëpinë time. Sot e kurrë. Dhe kjo gjë, jo që thoshte kur gjë, thoshte doj një çik tjetër. Jemi rritur si familje. Ata gjona nuhin vetëm në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri no dhe. E shpjego, e the këtë rastin, po unë desha me të pyet që kur ke fillu me majt mend, dhe më thamë po themi zero, edhe deri në moshën 25 vjeçare kur ke ik nga Shqipëria. 25 vjet është një qerek shekullit jetës, Bosa e lasht pas kam qenë. apo ke tjerë që janë gjysmë shekullit. Nuk e di. Por qa kishe, kush është kujtimi më i bukur që e kujton? Dhe më thanë, po i myllë syt edhe kthehesh në vite, këdo kapje. Po dashurin. Oh, jo. Ja. Jo. Ja, Jo, ja. kam momente më të bukura se sa dashuria në jetë. Nga fëmiria kam shumë. Edhe nuk do mundja të Kapje. e di kush ka qenë? Sepse kur un kam qenë 6 muajshe, babi im iku në Greqi që punonte emigrant atje. Dhe ka ardhur kur unë isha 4 vjeç. Dhe përgjatë asaj periudhe unë nuk e kisha konceptin e të pasurit babin në shtëpi dhe babin si imazh, si figurë. Dhe e kam parasyve atë momentin kur babi më ka sjell një palë sandale me detka, i thoshim ne në Korçë, me gogla të vogla. Edhe e mbaj mend, e kam përpara fytyrës që i the mamit, unë e di tani kush është babi im. Është ky që më si lodrat. Edhe kam përqafuar babin. Ai ka qenë nga ato kujtimet shumë të bukura. Po edhe si fëmijë unë e kam pasur shumë të qenit njerëzore. Dhe kujdesesha shumë, duke qenë se mami im është korçare, tipike, shumë kursintare. Dhe na ka edukuar me atë të kursyerit shumë. Dhe ka kursyer shumë gjatë kohës që babi ka qenë në emigracion. Edhe kur erdhi babi dhe filloi të merrej me biznes në Shqipëri. Dhe mbaj mend një moment, kam qenë diplomate që e vogël vete, ishin këto akullore që vinin me bicikleta, me karros në lagje dhe dëgjova shurmën. Dhe ishte orari që vinte babi nga puna dhe unë dal përpara, e shikoj dhe i them, kishin ardhur ato akullore, po unë nuk është se doja, po thjesht po ta them që kishin ardhur. Edhe sot e kuptoj që janë mbushur syt me lot. Edhe ma ka bler. Edhe sot e kuptoj sa kalon një prind, edhe sa shumë gjëra duhet i lërë mangut vetes për të përmbushur ato dëshirat e fëmijëve. E kuptoj sepse edhe unë sot mund të lërë shumë gjëra mangut. Po jam e bindur që copash do bëjmë edhe atyre 2 fëmijëve të miska për të munguar kurrë asgjë. Zemra një nanet është e pa përshkruar, në fakt as nuk mundesh me e shpjegu, kisha thënë.
Diku kam lexuar që ti jesh nën, do të thotë të fillosh të vuash nga ankthi, që në momentin që e lind atë fëmijë dhe deri në momentin që të mbyll syt. Dhe është e vërtetë. Sepse që sa e lind, sidomos te fëmia i parë, o zote, që në momentin që e lind atë fëmijë, ti je a fjeti mirë, a piu, mos e kam uluar kokën, se mos është vrarë atje, a i doli dhëmbi, apo flet tani, apo ecën, dhe je gjatë gjithkohës në alert, në tension, apo shkon çdo gjë si duhet. Pastaj kur rritet, a doli fëmia, a shkoj atje, a i ka ndos gjë. Prandaj me shkujton, më ndos ajo që mendon gruaja, mos më ndos ajo që mendon nëna, sepse nëna është duke vuajtur nga ankthi vazhdimisht dhe vazhdimisht. Edhe e bukura është se nuk marron kurrë. Ti ke të vegjël, unë i kam shumë më të mëdhej, edhe pse janë shumë më të mëdhej, ta natën mund të më najtë edhe unë që të mendu se njeni apo tjetri. E di që do thoja një super fuqi që e kanë nënat, aftësia për të njohur fëmijën e tyre. Unë u bën vite tani që s'po e shoh mamin nga afër, po edhe në FaceTime që flasim, ajo më njeh syrin. Në sekonda. Ke një gjë ti thot se unë e di të dalloj nga syt. Po se çka ke ti sot? Edhe kanë qenë vërtet momentet që unë jam ndjerë vërtet keq, kam qenë vulnerabël, kam qenë e smur ndoshta, ka pasur diçka që nuk shkonte siç duaj. E njëjta gjë ndos kur shikoj fëmijën tim, diçka nuk është siç duhet dhe unë e njoh fëmijën tim si reagon në momentet caktuara. Kjo është super fuqi nënash. Marko thotë s'kam komente për momentin. Ja, Miguel, kur flitet për nanën është një nivel tjetër edhe janë fjalë, duhen fjalë të arta me fol për nanën. Por kisha me thonë vetëm diçka, kjo është mendimi jem, nuk është i lexuar, në kjo se një mashkull shqiptar e mon vetin se është inxhinier i mirë, ose sportist i mirë, ose artist i mirë, ose burr i mirë, ose i fort, ose i guzimshëm, është pikërisht se kena këta nana shqiptare që na kanë rrit me kaq dashni e me kaq sakrifica, prandajna këto meshkuj ndoshta janë të suksesshëm dhe janë të suksesshëm pikërisht për nanave shqiptare, sepse nana shqiptare janë nana të veçanta, nana shqiptare përveç vujtjeve dhe dashnisë që na kanë dhënë, kanë gjatë jetës tyne sakrificën që kanë bë me rrit fëmijët e tyne dhe fëmijët e tyne me kanë kushasot. Ne kemi një diferencë moshe disi, dhe unë do thoja që brezi që i ka mbajtur më shumë peshë mbi supë keni qenë ju. Sepse keni qenë brezi që ju është dashur të kujdeseni edhe për prindrit edhe për fëmijët, duke vetë mohuar veten, duke vetë flijuar veten deri në limita. Njëjtë e them edhe për prindrit e mi, janë vetë sakrifikuar deri në dhimbje që ne të kemi çdo gjë në jetën tonë, që ne ta kemi më të shtruar jetën, që ne mos kemi mungesat që ata kanë pasur. Prindrit tanë kanë qenë të etur për shkollë, sepse ju është privuar në vitet e komunizmit. Jo kushdo mund të studionte, jo kushdo mund të merrte një diplomë shkolle të lartë. 3-4 emra. Edhe mami ime ka pasur pikën kryesore, gjën kryesore në jetë Shkollën. të fëmijëve, shkollën, patjetër. Por e ki ba krenare. Diplomën e kam varur në mur atje tani. Në Korçë apo këtu? Këtu. O, e ke marrë me vete? Me vete e kam, ja, diploma atje në mur, për momentin. Po në gjo, pse është në mur, si të thash, ti i ke lanë, vazhdon me lanë artit. Absolutisht. Pavarësisht se është një ndër ndoshta 2 punë ose 3 punë që bën, pa të keqen e fëmijëve që është puna numër 1, pastaj tjetra, por prap nuk i lanë dorëheqje nga arti. Jo, Shpresoj që vazhdon shkrush në ato momente kur ndoshta ato fëmijët janë në gjumë edhe ke nevojë për 5 minuta qetësi në trunin tënd. Unë tham terapia më e bukur është shkrimi, sepse aty mundesh me hell, edhe ti e ke pendën e art, bravo të qoftë. Është ajo qetësia që ti merr edhe të ndihmon në një farë mënyrë. Kjo pa nënvesu asnjë prej gjanave që i ke lanë në Shqipëri apo këtu në Michigan, sinqerisht ishte një kënaqësi
që ishe pjesë e Odës, edhe pse si që di do më thanë çdo emisionit i vjen ai jashtë minutazhi që ndoshta edhe kena kalu edhe Elvisi nuk na ka baza sepse edhe e ka shiku se sa po e shijojmë këtë bisedë. Vërtet. Në pyetjet e fundit është sillni Brikena në Oda Podcast. Ndoshta do duket klishe dhe e keni dëgjuar edhe më parë, por është e vërtet si në shtëpi. Është ajo ndjesia aq familjare dhe aq e ngrohtë, është e njëjtë si e perceptuar nga ekrani. Është e njëjtë ajo thjeshtësia, ajo dashuria, ajo gjë e natyrshme, e pasforcuar, e pafiltruar. Si në shtëpi. E pas skriptuar se si që ke pas sepse ti e vetë regjizore, edhe kur ke nxjerr ato në skenë ku kanë kënë se nuk e kam atë idenë, i ke ato gjithë secili ka pas skriptin. Skriptin, jo. Tu ka qenë prime time, për herë të parë, ndodhi tani, biseda ka qenë aq spontane, aq genuine, aq e thjesht e bukur edhe familjare, dhe unë dua t'ju falenderoj shumë. Jam deri vërtet si në i pasdita në shtëpinë time duke pirë atë kafen e pasdites, atë kafe e çkën kur thon korçarët. Dhe jam kënaqur pafundësisht shumë. Ju faleminderit shumë. Si besimtare që jam u them, Zoti ja u bëft dritë rrugën edhe mos ju shteroft kur dashuria, energjia për të prodhuar prap, për të bërë punë të bukura prap, edhe për të mbajtur këtë komunitetin shqiptar të mbledhur e të bashkuar gjithmonë. Faleminderit juve që po e bëni këtë gjë me kaq shumë dashuri dhe po na jepni ne si publik ta shijojmë. Faleminderit ju. Kënaqësi ishte e jashtëzakonshme. Më vjen mirë që e ke pranu ftesën s'ka normalisht e producentit jo e jemja, pavarësisht se marr kredi kur ftoj vajza, por më vjen shumë mirë që ke pranu ftesën. E ndave me ne, e ndave edhe me tanë publikun ku do në përbot kush është Brikena, se sa vajzë me vlera dhe sa vajzë me talente, dhe pse në një mosh shumë të re, ke një jetë për me shtu aq shumë në atë CV-n tanë, jo dhe aq e re, po hajtë. Jo, je re. Pishaka. Por me të vërtet faleminderit që ishe pjesë e Odës. Uroj që edhe ti t'jesh një ashtu si qëllim na, edhe aja është dëshira jonë që hajde edhe ta kalojmë një masdite bashk, o një mëngjes, sepse gjithë njerëzit e shohin në orare të ndryshme, edhe thona që ndoshta ajo e pranoj që ajo është arsyeja që ne na dojnë kaq shumë, sepse na jena një familje, na jena primand një masdite ose një mëngjes, një drek, kudo që e marrësh atë kohën e pushimit, edhe thu që po e nise kush është i ftumi, edhe ta mësoj kush është ky i ftumi pa skript, pa një gjatë të paramenume, sepse as ti nuk e din se çka kemi me të pyet, as nuk e din se çka kemi na than, edhe ato emocionet janë aq të vërteta, aq të gjalla sa njihen me të vërtetë sikurse janë aty në dhomën e tyne. Unë dita the me bindje të plot që shqiptarët dhe unë bashkë me shqiptarët jemi shumë krenar me ju, që po e bëni këtë gjë kaq të bukur, edhe është dhuratë për të gjithë. Ne nuk do jemi pas 10 vitesh, 20, 30, po këto gjëra do mbeten këtu. Këto gjëra do shihen, do rishihen, do mbeten si një kujtim edhe si një pasaport për Shqipërinë, kudo në botë. Unë na herë pasirë në fund të emisionit përshëndesim edhe njëkësit tanë, kudo që janë, ju falenderojmë sepse pa ju Oda Podcast nuk ekziston, t'jena të sinqert, dhe ju urojmë pushimet mara në këtë verë, dhe inshallah shumica prej tyne e kanë kalu pushimet në Bregdetin shqiptar. Gjithashtu, du me falenderu Brikenën edhe një herë për pjesëmarrjen në Oda Podcast. Ishte kënaqësi me bisedu me ty, me ditë edhe ato gjëra që si kena ditë për ty, dhe me i nda me publikun. Faleminderit edhe herë gjithëve ju që na njekni, dhe mirupafshim në episodin tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim gjithëve.